vështirë që ta gjesh Parisin në një rast të dytë si ky i sotmi. Paris Saint-Germain, ekipi më i famshëm i Parisit dhe një nga dy ekipet më të famshëm të Francës, ka fituar titullin e parë të Champions League-ës. Mbas finales së kupës së kampioneve të fillim viteve 90 të Olympique Marseilles, Paris Saint-Germain bëhet ekipi dytë francez që fiton një kupë të këtilla për masave. Jam në Champs-Élysées, në qendër të Parisit, e gjithë rruga është e bllokuar. Kjo është pjesa e festës për këmbësorët, ndërkohë që pjesa e makinave me flamuj, ndërkohë të djegin syt nga fishekzjarrët, pjesa e flamujve dhe e makinave me bori që lëviz në pjesën tjetër të qytetit është në dy akset e tjera. 1.9 km të Champs-Élysées janë krejtësisht të bllokuara nga tifozët të cilët thash, janë pjesën përballë tani, janë duke hedhur fishekzjarret, janë duke festuar titullin e parë kampion të Europës, pra të fitues të Champions League-s të ekipit të Paris Saint-Germainit. Një ekip i cili ka pasur ambicie shumë të mëdha kohët e fundit, por që nuk ka arritur të fitojë. Ky është titulli i tij i parë. Shiheni diku tutje është komplet një situatë me sa duket ka edhe pjesë të gazit lotësielës që hedhin tifozët nga atmosfera. Vazhdoj të shihni se si është atmosfera. Shihni se çfarë ndodh në pjesën e sipërme. Është atmosfera pariziene e pabesueshme. Është atmosferë e pabesueshme nga të gjitha anët. Është pjesa e cila tregon një prej festave më të veçanta. Paris Saint-Germain është krijuar në 1972-shin. Ai ishte një shpresë e madhe për Francën, por vitet e para nuk patën një sukses të madh për të. U desh të priste 53 vjet përpara se ka gaz lotësielës që hodhën policët pak më parë për të shpërndarë turmën. U desh të priste 53 vjet për të marrë titullin e parë të kampionit të Europës, ndërkohë që në 2020 e humbi një finale përballë Bayernit të Munich. Paris Saint-Germain është ekipi thash me më shumë tifozë në Francë, sidomos vitet e fundit. Mbas blerjes nga fondi sovran i Katarit, ai ka arritur të blejë dhe futbolist shumë famshëm. Unë po vazhdoj me atmosferën në pjesët e Champs-Élysées, vijon të ketë numër shumë madh tifozësh në rrugët qendrore, por shiheni me sa duket ka dhe kamerat përqendruara, ndërkohë që nëse largohesh nga Champs-Élysées sepse rruga është krejtësisht e bllokuar, mund të shohësh që atmosfera në pjesën tjetër të qytetit është e ndezur dhe me burit e makinave. Këtu janë dhe kamerat. Shiheni. Që është atmosfera, duke edhe harku i triumfit në sfond. Ndërkohë që ka diçka të veçantë, pjesa më e madhe e bizneseve, edhe prap mediat që janë prezente, gjithandej ka goxha media, ndërkohë që kanë hedhur pak gaz lotësielës për të shpërndarë turmën, sepse deri pak minuta më parë ishte jashtëzakonisht e madhe. Shiheni tutje, shiheni dhe harkun e triumfit. Nuk ndodh më shumë se 3-4 herë në vit që Champs-Élysées bllokohet. Bllokohet për festën e 14 korrikut, bllokohet për Tour de France, bllokohet gjithashtu kur ka festime të këtij lloji, në momenti kur Franca është shpallur kampion e botës 2 herë, apo në këtë moment kur është shpallur Albania. Kur është shpallur po ashtu Albania, Morocco. Albania, Morocco. Ndërkohë është shpallur. Okej. Ndërkohë kur është shpallur 2 herë kampion e botës, ka thash një atmosferë të veçantë, por ndërkohë gjëja që të bën më shumë përshtypje është se shqetësimi për rrumuja shumë i madh. Disa nga dyqanet kryesore të Champs-Élysées janë krejtësisht mbyllur. Do t'ju tregoj tani për shembull, duhet të kalojnë këtë pjesë për të treguar se si është atmosfera. Disa nga dyqanet më luksoz të qytetit janë të veshura me hekura dhe të ruajtura me polici të shtuar. Ky është dyqani ikonik i Louis Vuittonit në Champs-Élysées.
dyqani i famshëm në kryqëzimin e rrugës George Seng me Champs-Élysées. Shifeni se si janë të veshura me pekur. Ja dhe kjo diçka po ndodh tani se po largohen. Se duket po përdorin gazlotësjellës. Ja dhe policia ka dhe policë të veshur civil. Kjo është atmosfera në dyqanin e Louis Vuittonit. Ndërkohë tifozët po lëvizin nga një drejtim tjetrin. Paris Saint-Germain ka fituar 5-0 me Interin, një rezultat i pabesueshëm për pjesën më të madhe të komentatorëve, i pabesueshëm për Interin vetë, po me sa duket një prej rezultateve surprizë edhe për vetë Saint-Germain. 5-0 është nga rezultatet e thella të historisë së Champions League-s, sigur e ka qenë Kup Kampionesh. Shiheni se si është atmosfera në Champs-Élysées. Si është atmosfera në Champs-Élysées. Tani u hodh shumë, filloj me gazlotësjellës dhe është pak më e vështirë që të gjesh. Po mundohet policia t'i shpërndaj turmat, që më siguri, drejtorëve të para të mëngjesit do jenë më problematike. Shiheni, po lëvizin drejt pjesës së Place de la Concorde. Problemi më i madh është frika, që ky festim mund të kthehet në një shkatrim të dyqaneve shqipe, të dyqaneve dhe të bizneseve. Është një gjë që ndodh rëndom. Ky është një prej restoranteve më të famshëm të Parisit. Fouquet, ja dhe grupi i tifozëve që po vjen. Sikur se thash, Parisi e ka jetuar 2 herë këtë atmosferë. Herën e parë kur Franca është shpallur kampione e botës në vitin 1998, më pas kur është shpallur kampione e botës në vitin 2018, dhe herën e tretë kur Paris Saint-Germain, jo Franca, po Parisi, është shpallur fituesi Champions League-s, ndërkohë një fitore tjetër e ka dhe Olimpiku i Marseilles, i cili ka fituar kupën e kampioneve në fillim viteve 90 me presidentin Bernard Tapie, një për presidentët më të famshëm ti. Thash, kjo është pjesa e atmosferës si po vjen në Champs-Élysées. Është e bukur ta shohësh edhe veçantë ta shohësh Parisin në këtë lloj festimi, ndërkohë që pjesa më e madhe e njerëzve janë duke festuar në 20 pika të Parisit. Shiheni këtë tipin ku ka hipur. Që ku kanë hipur dhe këta tjerët mbi bajnë e një prej kioskave. Po sikur se thash, gjëja më interesante është që shqetësimi kryesor është ajo që mund të ndodhë më mbrapa. The same. Sigur, thash, shqetësimi më madh çfarë mund të vijë mbrapa, por masat e policisë janë të jashtëzakonshme. Ka kudo polici, shiheni, nëse ecën në këtë drejtim, e gjithë rruga është e mbushur me makina policie. Mazdit e kishte mbi 100 makina që kam parë vetëm unë në një pjesë të rrugës, dhe rruga kryesore George Seng është e bllokuar, pra shiheni. Thash, dyqani Louis Vuitton dhe Fouquet-ja, të dy janë bllokuara, ndërkohë që Parisi po feston kupën e parë europiane në nivel klubesh dhe njëkohësisht fitoren e madhe të Paris Saint-Germainit tani ndezën dhe flakadanët, shiheni.